Në kuadër të muajit tetor, i cili në mbar botën njihet si muaji i ndërgjegjësimit kundër kancerit të gjirit, qyteti historik i Gjirokastrës është ndriçuar një natë më parë me dritat simbolike roz, një gest i fuqishëm simbolik që mbart mesazhin e solidaritetit dhe ndërgjegjësimit. Ngjyra roz, e njohur ndërkombëtarisht si simbol i kësaj fushate, mbuloi muret karakteristike të qytetit të gurt, duke i dhënë një pamje unike dhe domethënëse monumenteve të trashëgimisë kulturore. Kryeministri Edi Rama ndau në rrjetet sociale disa pamje mbretëlënëse nga ky ndriçim simbolik, duke shoqëruar postimet me fjalët Gjirokastra ndriçon roz. Fushata e muajit tetor ka për qëllim jo vetëm të rrisë ndërgjegjësimin mbi rëndësinë e kontrolleve të rregullta dhe diagnostifikimin të hershëm të kancerit të gjirit, por edhe të promovojë edukimin shëndetësor dhe të ofrojë mbështetje për të gjitha gratë dhe vajzat që përballen me këtë sëmundje. Ndërmjet informimit dhe parandalimit, synohet ulja e numrit të rasteve të avancuara dhe përmirësimi i cilësisë së jetesës së të prekurve. Ky ndriçim është pjesë e një sër aktivitetesh sensibilizuese që po zhvillohen në të gjithë vendin gjatë këtij muaji. Nga qytetet më të mëdha e deri në zonat më periferike, fushatat po shtrihen për të përçuar një mesazh të qartë: kontrolli i hershëm shpëton jetë.